prej epicendrave të këtyre festimeve, epicendra kryesore në fakt, sepse lidhet dhe me ditën e pavarësisë. Pavarësisë se po e theksoj edhe një herë, ne festojmë ditën e flamurit dhe jo ditën e pavarësisë, festojmë diçka më të gjerë si koncept se sa thjesht pavarësia. Isha në Himar më vonë, në Sarand, në Delvin dhe në Konispol, të cilat po festojnë kuqezi gjithandej për këtë ditë të shënuar të kombit tonë. Kështu që gëzuar gjithë shqiptarëve kudo që janë, sot ne festojmë ditën e pavarësisë së Gjakovës, Prizrenit, të Malishevës, të Mitrovicës, sot ne festojmë pavarësinë e Tuzit, pavarësinë e Ohrit, të Manastirit, të Janinës, së Prevezës, të Çamërisë në të gjithësinë e vet, të Tetovës edhe të Shkupit, patjetër të Tiranës edhe të Shkodrës edhe të Vlorës, sepse sot ne festojmë ditën siç u shpall 1912-1913 vite më parë nga delegat të bashkuar, të zgjedhur rregullisht, se kjo duhet theksuar, të zgjedhur rregullisht nga përfaqësitë krahinore të aso kohe, të cilët shprehën vullnetin e tyre për një Shqipëri të pavarur, të lirë dhe që do të mundet të ngadhënjente me fuqitë e veta dhe me identitetin e vet kombëtar. Pjesa tjetër pastaj është pjesë politike më vonshme. Azeri, çush i gjen ky 28 nëntor shqiptarët gjithandej trojeve kudo që ndodhen? Faleminderit. Shfrytëzoj edhe unë këtë mundësi për t'i uruar gjithë shqiptarët ditën e flamurit, ditën e simbolit që natyrisht na unifikon. Është një pyetje që kërkon përgjigje të fragmentarizuar që natyrisht asnjëri nga ne nuk do ta donim, do të donim të ishim në rrethona tjera, sigurisht, që do të ishte shprehje ambicieve shekullore gjithë shqiptarëve anë kënd Ballkanit, po megjithatë realiteti objektiv është ky që është. Mendoj që ne çdo pjesë e shqiptarëve ku jetojnë ballafaqohet me sfidat e veta, do të mundohem në mënyrë telegrafike të them 2-3 momente kryesore që identifikojnë realitetin momental. Shqipëria ka problemet e veta në rrugtimin e saj drejt antarësimit të Bashkimit Evropian dhe më e rëndësishmja përqafimit të vlerave evropiane dhe instalimit të atyre vlerave në funksionimin e përditshëm institucional dhe shtetëror të Shqipërisë, para së gjithash respektimi i shtetit ligjor, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërtimin e një Shqipërie që do të ishte atraktive për gjithë Evropën, me gjithë begatit që ka falë Zoti, sepse këto 3-4 momente që e potencova vlerësoj se do të ishin një parakusht për zhvillimin e Shqipërisë në të gjitha dimensionet ashtu siç do të dëshironte çdo shqiptar dhe Shqipëria pastaj të shndroheshte tamam në rolin dhe funksionin e saj që përshkruan edhe kushtetuta në entiteti i saj në mbrojtje të gjithë shqiptarëve anë kënd ku gjenden. Kosova natyrisht si mrekullia e shekullit kaluar, e fund shekullit kaluar, ballafaqohet me peripecitë e saj drejt shtet ndërtimit dhe shtrirjes së sovranitetit të saj në të gjithë territorin e vendit. Natyrisht, ky vit nuk na ka bërë shumë me qef neve shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, sa i takon kapacitetit të politikanëve dhe partive politike në Kosovë për ndërtim dhe funksionalizim të institucioneve, gjë që mund të jetë objekt edhe interpretimeve të ndryshme. Natyrisht, vetë jam pjesë e partisë politike, jam pjesë e politikë bërjes dhe nga ndonjëherë sikurse harrojmë dhe i përzihen prioritetet duke i dhënë përparësi më tepër agjendave partijake se sa agjendave shtetërore, po shpresojmë që me 28 dhjetor shqiptarët e Kosovës ta rrumbullaksojnë procesin e formimit të institucioneve dhe i gjithë kapaciteti të vendoset në funksion të realizimit të objektivave të saj. Sa i takon shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, këtë vit fatkeqësisht kemi qenë dëshmitar të një regresi politik institucional për shkak se përfaqësimi institucional dhe politik nuk është në nivelin e asaj që ne do të kishim dëshiruar si shqiptar.
E dim që 8 maj vitit 2024 i gjeti shqiptarët me një